Mëngjesin e sotëm, agjentët e BKH dhe policisë së Shkodrës po ushtrojnë kontrolle dhe veprime hetimore në disa zona, Malësia e Madhe, Barbullush, Bushat dhe Mjed. Burimet bëjnë me dije se bëhet fjalë për procedimet penale që janë regjistruar nga SPAK për krime zgjedhore në Shkodër. Agjentët e BKH po mbështeten në terren nga oficerë dhe patrullat të DVP-s Shkodër. Ndërkohë, përmes një postimi në rrjetet sociale, SPAK bën me dije se deri më tani ka nisur hetimet për 35 materiale kallëzuese. Sipas prokurorisë së posaçme, 35 prej kallëzimeve kanë kaluar për hetim, ndërsa 16 janë dërguar për kompetencë në prokuroritë e rretheve gjyqësore. Për 22 materiale, prokuroria vendosi mos fillim hetimesh, ndërsa për 11 të tjerë janë dërguar për verifikim në drejtoritë vendore të policisë. Një material, thot SPAK, është bashkuar me një tjetër çështje ekzistuese, ndërsa kallëzimet e tjera janë në proces verifikimi. Nga këta 35 procedime penale të regjistruara, 20 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga Policia e Shtetit, 8 janë nisur kryesisht nga SPAK, 3 kanë nisur si rezultati i kallëzimeve nga persona të ndryshëm, 2 janë referuar nga prokuroritë e rretheve, ndërsa 2 të tjerë janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike. Sipas prokurorisë së posaçme, 29 procedime janë regjistruar për korrupsion aktiv në zgjedhje, 4 për korrupsion aktiv dhe pasiv, një procedim është regjistruar përdorimi i funksionit publik për qëllime politike, ndërsa një tjetër për përdorim të funksionit publik për qëllime politike dhe shpërdorimi i detyrës.